Edi Rama mbajti fjalimet e tij duke thënë se hajde investoni, nuk kemi sindikata, është mirë, u habitën të gjithë se çfarë po thoshte, sa I kujton se thoshte gjëra të bukura. Dhe 11 tetor 2017 me Paolo Gentiloni kanë qenë atëherë kryeministër. Një ditë më pas, më 12 tetor 2017, prokuroria e antimafjes siciliane firmos urdhrat e arrestimit të një operacioneve të cilët nisin, Rosa De Venti, të cilën e kam ndjekur, dhe nisi këtë zbardhje heqje të petëve lakrorit për të treguar se çfarë ishte mbas këtij protagonizmi propagandistik që ishte shfaqur një ditë më parë në vilën Dora Pamfili. Dha një mesazh të qartë prokuroria. Unë e kam lidhur me këtë. Operacioni u ekzekutua më 16 tetor, 5 ditë më vonë, por dosja që unë kam sjell ishte u firmos vetëm pak orë nuk mbas dinte gjëra ama për kanabizimin. Ne nuk e dim çfarë është folur aty mbrapa. Edhe në atë takim nuk u mbajt një konferencë shtypi me pyetje përgjigje gazetarësh. Edhe sot, siç e kam sjellë për redaksin e Syrit, do të ketë vetëm deklarata mbas takimit që pritet mbarojë rreth orës 2 të drekës, do të ketë vetëm deklarata për shtyp që ata I përgatisin brenda në këtë vit. Pse I duhet tani? I duhet kjo është pyetja. Tani, ne mund të bëjmë, ajo e para që më vjen është fakti se Rama vjen në takim me një gjë skandaloze, me numrin 2 të qeverisë në netim, me një mafje të stilit me një antetan të stilit mafioz që ndodhi pak orë më parë, dhe të nënshkruash këto marrëveshje strategjike në fushën e sigurisë, siç thuhet, në fushën e mbrojtjes, në fushën e projekteve strategjike në energji e tjerë, kur ke skandale kaq të mëdha në qeveri, mendoj se duhet një kuraj e fortë. Kuraj e fortë mendoj se si kë do uli, unë jam kurioze kë do uli ai sot aty në atë tavolinë bisedime që do të nisi dhe me takime në netime pak a shumë. Do nisi me takime dypalshe mes ministrave homologë etj. Meloni e bën për forcuar rolin e saj apo rolin e Italisë si vend I cili po fiton gjithmonë më shumë strategjinë dhe forcën e saj në gjeopolitikën e vendeve të Ballkanit perëndimor. Pra, ka qenë gjithmonë një ambicie e nisur që në kohën e Rencit, që në kohën e Contes, u la pak në heshtje nga kryeministri Draghi dhe Meloni, sidomos në shtyrjen e Antonio Tajani, I cili është numri 2 I qeverisë, ka pasur gjithmonë fokusin që mos të lë bosh atë vend që Europa ka lënë në vendet e Ballkanit perëndimor dhe bën duke përdorur Shqipërinë. Pra, duke qenë se është vendi më I afërt sa I takon raporteve, dhe jo vetëm historike, por dhe të afërsisë gjeografike, e bën për këtë qëllim. Por Meloni vjen mjaft qartë, vjen me një manovër buxheti që po e diskuton në parlament, kurse prap qeveria shqiptare vjen me një manovër buxheti që me aq sa pas gjatë orëve të fundit, që u deklarua dhe nga deputetët e opozitës, ende deputetët nuk kanë qartë se si dhe kush do të hartohen, do të aprovohet plani I ardhshëm I buxhetit. Meloni ka të përcaktuar, sa I takon marrëveshjeve të emigrantëve, Meloni vjen me idenë se 70 milion të buxhetit të ardhshëm qeverisë italiane do të shkojë për gjatrin. Për kampet, për emigrantët, për gjithçka që pritet të aprovohet dhe të shohim çfarë do nxjerrin nga këto marrëveshje. Ne nuk e dimë se sa para investon qeveria shqiptare në këto projekte strategjike që pritet të aprovojë apo të miratoj sot. Megjithatë, Alba, është pak e çuditshme sepse nuk është vetëm guximi ose italianët ndoshta kanë fjalën e dur sfacciatezza e profesorëve të Shqipërisë që shkojnë në një moment të tillë në Itali nuk është më imazhi I Ramës I para 2 vjetëve. Tani e din gjithë që ka lidhje me krimin, që ka lidhje me bandat mafioze që sjellin kokainë nga Amerika Latine, që ka ofruar atyre mbështetje dhe infrastrukturë për të pastruar të ardhurat, por edhe Meloni, le të themi, e ka tani më Ramën një kosto politike.